Përshëndetje goca, mirë se vini dhe një herë tjetër në kanalin tim në YouTube. Në këtë video do realizojmë së bashku një make-up për të shkuar për drekë të vjerra. Sot është diel paradite dhe si që të diel, unë shkoj për drekë të vjerra ime. Prandaj mendoj që kam menduar se ndoshta do ju duhet ndonjërave prej jush, do ju jeti nevojshëm një grim i thjesht, delikat, por gjithsesi që ka një efekt të bukur në fytyrë. Prandaj pa humbur kohë, kam një fjongo fantastike. Pa humbur kohë, do fillojmë të mbulojmë pak turpet këtu, me qenë se mbrëmë është bërë pak vonë, kemi rrethët e zi këtu poshtë syve. Duke aplikuar një korrektor. Ky që kam unë është një korrektor në krem dhe unë e shtri direkt me gisht se kështu më duket më kollaj. Gjithsesi ju mund të përdorni edhe një furçë si t'ju vi më kollaj për duarsh. Pasi të kemi vendosur fundotintën, do tamponojmë, do fiksojmë bazën me një pudër në pluhur dhe në përgjithësi unë përdor një furçë të madhe për ta fiksuar. Por me qenë se tani koha është e ngrohtë dhe është më kollaj të dirësitem dhe poret janë më të hapura, preferoj ta tamponoj pudrën për ta fiksuar më mirë bazën. Fillojmë duke rregulluar pak vetullat. Unë do vendosi një ton gjurë kafe të hapur, me qenë se kam lëkurën të bardhë, jam qik si fantazëm. Fillojmë me një laps në gjurë kafë, duke aplikuar ngjitër me shërpikët. Nuk është e nevojshme të jeni shumë precize, sepse pastaj lapsin do e sfumojmë. Unë do sfumoj me një furçë sfunxheri, sikur këtu, por bën të njëjtin efekt dhe një nga këto shkopim me pambuk. Le t'i shpikim pak emrat, sepse nuk e di se si i thon. Gjithsesi, të gjithë kemi në shtëpi me mërmendja. Dhe thjesht e sfumoni. Duke mos u ngjitur shumë në çepall, por vetëm për të zbutur pak ngjyrën kafe. Me tepër intensitet, do kaloj 2 herë lapsin e kafë, sidomos ngjitur me shërpikët.
Okej. Kur t'ju duket që e keni sfumuar mjaft, do vendosim një ton ngjyrë kafe të errët sipër. Veç shikon pak, nëse mund t'ju tregoj. Të këtu. Është një ngjyrë kafe, tamam si kafe. Është i errët fare, i mbyllur. Dhe do e aplikojmë ngjitur me sipër lapsit, sipër sfumaturës së ngjyrë kafe të lapsit. Ngjitur shumë në qepall, sepse duam një make-up delikat, po thonim. Prandaj vetëm një linjë të vogël dhe pastaj do i sfumojmë. Me një furçë të pastër e sfumojmë ngjyrën kafe. Vendosim prapë dhe një herë tjetër ngjyrën sipër. Vetullës, vendosim një të bardhë. Tani në bazë të formës së syrit tuaj, rregulloni dhe ngjyrën në linjën brenda syrit. Në rastin tim, me që kam syrin e vogël, do arri vetëm deri këtu me ngjyrën kafe. Por nëse keni sy normale ose të mëdhenj, mund ta mbyllni të tërën deri këtu brenda. Okej? Moni pak. Pastaj shkojmë me tonin në ngjyrë kafe. Cepin këtu, për ata që kanë sytë e vegjël, do vendosim një ngjyrë të bardhë. Këtu. Në fillim një krem, një ngjyrë në krem. Sipër kremit, si gjithmonë, do ta tamponojmë me një pluhur të bardhë. Kthej pak shërpikët. Dhe pastaj do vendosim rimelin. Do bëjmë pak contouring këtu. Një korrektor fluido të lëngshëm, shumë. Pastrojmë pak pjesën këtu poshtë syrit, se më kanë rënë pak grimca të tonit ngjyrë kafe. Dhe me ky produkt, jo vetëm pastron, mbulon pak,
por njëkohësisht dhe jep edhe shkëlqim kësaj zonës këtu. Pastaj me gisht e tamponojmë pak. Dhe pastaj me pak pudër tamponojmë për ta fiksuar. Tani do vendosim pak blash në ngjyrë koral dhe e vendosim në këtu. Tek buzët do vendosim thjesht një gloss. Kaq është goca. Një minutë ta heqim pak këtë. Okej. Ky është efekti I përfunduar. Sipas mendimit tim është fare delikat, I thjesht për të bërë, por njëkohësisht I gjithë grimi na jep një aspekt natyral, të shëndosh, një person që ka fjetur dhe kaq. Shpresoj t'ju pëlqej dhe faleminderit si gjithmonë, ju falenderoj që më ndoqët. Shihemi në një video tjetër. Nëse ju ka pëlqyer, vendosni like. Nëse nuk ju ka pëlqyer, mund të vendosni dislike ose asgjë. Dhe kaq. Mirupafshim herën tjetër. Ciao.